Dashur miq, është për të ardhur turp përpara botës, megjithëse Dirama thotë se në Corrokun bëri Amerika dhe Europa reformën në drejtësi. Por sot që u i zi po i vjen deri në kryeministri, ka vënë përballë Belindën si peshqesh të kurbanit të tij të zi. Si mundet vallë që një analfabete të drejtojë Shqipërinë, të firmosi projekte miliarda, të vjedhë ditën me diell dhe askush mos mbaj përgjegjësi. Ku është ky populli im trim? Si mundet që një femër të mposhti jo vetëm shqiptarët, por edhe ndërkombëtarët? E pat, 10 vjet burg në mal të zi, ish kreu i gjykatës së lartë. Lajçak, pse i doli emri dha dorëheqjen, po kështu dhe ish ministri angles, pse i doli emri, asaj i dalin firmat, milionat, miliardat, dhe të gjithë heshtin. Edhe pse gjuajnë ca fishek zjarr, na vjen Andrea dhe na kërkon llogari. Mos bëni molotov, se ju jeni shqiptarët, të parët e Europës, sepse askush nuk bën kështu në Europë. Dhe juve të pruat jo vetëm emrin tuaj, por edhe emrin e ndritur të Europës plak. Çfarë ndodhi në Itali, në Francë, kudo me fermerët, protesta pafund. Pse duhet shqiptarët të ulin kokën gjithmonë? Dhe së fundmi në Vlorë na merr çmimin doktor. O Zot, mirë kjo Shqipëria jonë.